Pas 10 vitesh i paprekur nga policia dhe drejtësia shqiptare, pas më shumë se 2 vitesh në kërkim formal nga SPAK, policia dhe 7 shtetet të tjera, trafikanti Ervin Mata u arrestua nga drejtësia e Brazilit. Në Shqipëri, ai nuk u prek dhe ka marrë tender, ka bërë biznes hotelerie dhe ndërtim kullash, sepse është në lidhje të errta me familjen Rama, nëpërmjet së cilës kanë uzurpuar sektorët e pushtetit ku qarkullojnë dhe mbikëqyrin fondet e pasuri dhe poste ministrore. Një pjesë e tyre, pjesë e familjes së trafikantit Ervin Mata, është Bora Muzhaqi, deputete e Partisë Socialiste dhe ish ministre për fëmijët dhe rinin, që i ka përfituar këto poste nga miqësia me vajzën e Linda Ramës. Ervin Mata është djali i tezës së Besart Buzit, bashkëshortit të Bora Muzhaqit, i cili mban detyrën shef juridik i pasurive shtetërore dhe pronave të sekuestruara në Ministrinë e Financave. Adriana Berberi, Buzi, tezja Ervin Matës dhe vjera e Bora Muzhaqit, ka pasur 3 poste shtetërore gjatë 13 viteve të pushtetit të Edi Ramës, antare bordi i Autoritetit të Konkurrencës, antare bordi i Komitetit të Ekspertëve Kontabël në Ministrinë e Financave dhe antare bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare. Bedri Buzi, burri Adriana Berberit, tezja Ervin Matës dhe vjerri i deputetes Bora Muzhaqi, prej 13 vitesh është administratori pasurive të sekuestruara në Ministrinë e Financave, pra vartës i djalit të tij Besart Buzi, që është burri i Bora Muzhaqit. Gjithë ky rrjet familjar nepotik, që ka në dorë financat, pasuritë publike dhe kontrollin mbi monopolet e koncesionet, rrotullohet rreth Luan Matës, babai i trafikantit Ervin Mata, i cili nëpërmjet biznesit të hotelerive dhe kullave pastron milionat e drogës dhe korrupsionit. Pas urdhër arrestit të SPAK për trafikantin Ervin Mata, filloi hetimi pasuror për të dhe familjarët Luan, Merita dhe Mis Mata. Gjithashtu dhe ishte fejuar në tij këngëtaren Elvana Gjata, mbështetur në prova dhe indicje se pasuritë dhe bizneset e tyre janë me burim nga të ardhurat prej kokainës. Por në hetimin pasuror, SPAK nuk ka futur tezen Adriana Berberi, burrin e saj Bedri Buzi e djalin Besart Buzi, që janë vjeri e bashkëshorti i Bora Muzhaqit dhe lidhje familjare të trafikantit Ervin Mata, megjithse hetimin pasuror familjare detyron ligji antimafje, sepse ka indicje dhe prova që trafikanti Ervin Mata, përveç se ka investuar miliona euro në biznese, hotelerie dhe kullash në Shqipëri, ka financuar blerje të pasurive jashtë Shqipërisë, të fshehura edhe te Adriana Berberi, te burri i saj Bedri Buzi, e djali Besart Buzi, bashkë me gruan Bora Muzhaqi. Sipas të dhënave tezja Ervin Matës, Adriana Berberi me milionat që i ka dhënë ky, ka bler 3 vila në Philadelphia, SBA, ku vila më e madhe është në emrin e Adriana Berberit, një vilë në emrin e burrit Bedri Buzi, ndërsa tjetra në emrin e djalit Besart Buzi, bashkëshorti i deputetes Bora Muzhaqi. Të 3 vilat ndodhen në një zonë banimi, PA Welsh RD, në të njëjtin regjistër, blok banesash e set adresash, vetëse me kod postare numra të ndryshëm telefoni. Edhe vilat, apartamentet e njësit tregtare në Tiranë, Durrës, Vlorë, Lalez dhe Shëngjin dhe 3 vilat në SBA duhen hetuar nga SPAK, bashkë me dosjen pasurore të familjarëve të afërt të trafikantit Ervin Mata, sepse janë zyrtar të lartë shteti. Pyetja që shtrohet është, pse SPAK nuk i heton pasuritë e deputetes Bora Muzhaqi dhe vjerëve të saj, kur ato lidhen drejt për drejt me një trafikant ndërkombëtar droge në kërkim nga 8 shtete?